Sot do të përgatisim një ëmbëlsirë të thjeshtë me pak përbërës dhe me shumë shije. Si fillim do të na duhen 3 vezë, të cilat janë në temperaturë ambienti, 100 gram sheqer, t'i përziej mirë, më pas do t'i hedhim 2 lugë të plota me miell, 2 lugë të plota me niseshter, do vazhdojmë t'i përziejmë mirë derisa mielli dhe niseshteja të treten plotësisht dhe të mos ngelin me kokrica. Tashmë kemi gati, do t'i hedhim 7 gram vanilje. Unë kam përdorur vanilje pluhur, nëse dëshironi mund t'i hedhni edhe vanilje lëng. Dhe gjithashtu 1 litër qumësht. Qumë që është në temperaturë ambienti. Do vazhdojmë ta përzijmë mirë, dhe më pas do ta kalojmë në një tenxhere ku do ta lejmë të ziejë në temperaturë të ulët duke përzier vazhdimisht. Do vazhdojmë ta përzijmë mirë derisa masa të fillojë të trashet. Kur masa ka filluar të trashet, do t'i hedhim rreth 40 gram gjalp dhe të vazhdojmë ta përzijmë në temperaturë të ulët. Sapo të filloj të marrë vaj, do ta fikim zjarrin dhe e kemi gati për ta kaluar në tavë ose në enë të vogla siç e kam kaluar unë në këtë rast. Do t'i mbushim të gjitha një nga një. Dhe pasi kemi mbushur të gjitha, meqense këto ene që kam përdorur unë janë të vogla, ose si tip tavash të vogla, do t'i vendos të gjitha në një tepsi më të madhe dhe do t'i pjek të gjitha një herë me 220 gradë për rreth 35 minuta. Tashmë janë gati, janë pjekur, siç e shikoni kam atë ngjyrën e bukur sipër, do t'i lejmë të ftohen dhe më pas t'i kemi gati për t'i konsumuar. Është një ëmbëlsirë e shpejtë, nuk ka nevojë për shumë përbërës dhe del shumë e shijshme. Nëse e provoni, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.